Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të dashur të televizionit Arbëria dhe ju miqtë e mi të emisionit në detaje. Po shpresoj fillimisht që keni kaluar një ditë të mbarë dhe të palodhshme dhe ne sikurse çdo epizod tjetër do të tentojmë të trajtojmë në fakt tema të cilat janë në interes tuaj. Meqense se Kosova është shtet dhe shoqëri demokratike sikurse shumë vende të Ballkanit, sot do të trajtojmë një temë mjaft e rëndësishme që ka të bëjë me gjithëpërfshirjen, sfidat dhe jo vetëm të komuniteteve pakisë të cilat jetojnë në Kosovë. Për të folur për këtë temë të ftuar, sot unë kam Fatlum Kryezion nga Roma Versitas Kosova. Mirë se erdhe Fatlum dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për ftesën, kënaqësi. Atëherë Fatlum, si fillim, çush e përkufizoni që të rolin e pakicave etnike dhe kombëtare në një shoqëri? Realisht, gjithmonë kanë vështrimet e mia kanë qenë më shumë prej perspektive sociologjike, edhe njëkohësisht për shkak të backgroundit teknik, edhe kjo më ka bërë që gjitha mendimet ose opinionet edhe mbi pakicat, po edhe mbi temat e tjera kanë qenë prej kësaj perspektive me thënë. Roli edhe domthonë ideja se si unë e përsektoj si një individ në këtë shoqëri është që jo një grup etnik i një komunitetit të saktun, të cilët fillimisht kanë një identitet, Romat kanë edhe një gjuhë të tyne, kanë disa simbole dhe kanë disa elemente të cilët e bëjnë identitetin e tyne dhe kulturën e tyne të jetë një pjesë e shoqërisë kosovare, të cilët për mendimin tim edhe ata japin një kontribut dhe një lloj-llojshmëri të shoqërisë kosovare me gjithë elementet që e bëjnë një shoqëri më diverzitive. Po, masive që përmendet që identitetin, çush e gjeni që atëfar balancin, ndoshta me qujt, mes rrujtjes së identitetit, po edhe qasaj përfshirjes në shoqëri? Realisht si çdo pakicë edhe si çdo pakicë e cila jeton me një shumicë ku domethënë datimet janë në elemente të ndryshme, po ezojmë neve si komunitet kemi pas mundësi më shumë me rujt gjuhën përmes përthjedhjes së njerëzve dhe gjeneratave, dhe këto e kemi rujt brenda familjes, qytetet e veçanta si Prizreni për shembull, ku unë jam pak më i përfshin në këtë element, edhe po edhe qytetet tjera, padyshim këtë kanë rujt edhe me elemente tjera. Po ezojmë kanë rujt përmes organizatave, përmes instituteve, teatrit, radios në Prizren, organizimeve të tyre brendshme, festave, edhe këtu është majt një farë elementi që e ka lidhë më shumë me vetveten, me atë që çfarë ata prezantojnë dhe çfarë ata ndjejnë mbi etninë e tyre. Gjithashtu pas luftës edhe me strukturën e shtetit, të cilët kanë kriju elemente edhe kanë kriju përfaqësim në institucionet e tyre, edhe kjo e ka bë që me rujt identitetin me atë sa është mundur. Po sipas te cilat janë disa prej sfidave ndoshta më të mëdha të komunitetit në Ballkan, po më pakicave në përgjithësi? Pakicave në përgjithësi është pak si temë sepse ka shumë specifika të ndryshme dhe secili vend në Ballkan ka specifikat e veta, ndërsa ajo të cilët për mendimin tim për komunitetet Roma, Shkalie dhe Egjiptan, të cilët unë më shumë edhe kum pas mundësi edhe me vrojtu, edhe me punu, ka qenë që prej sfidave është realisht punësimi, unë e them, edhe masnej edukimi, edhe tu përfshin në këtë farë rrethin vicioz, e cila është kur je i varfër nuk e shumë mirë mundësi me u eduku, kur nuk je shumë i eduku, nuk mundesh edhe mu punësu, edhe është një farë rrethi virtuoz. Kjo është një farë elementi kur na mujmë si shoqëni me i dhënë një farë përgjigje më konkrete. Këtu e kuptojmë më shumë këtë sfidë, padyshim asaj te punësimi janë edhe sferat e tjera të cilët vinë qoftë në shëndetësi, qoftë në kualitetin e jetës, edhe në shumë elemente të tjera të cilët e bëjnë një jetë një individ apo një shoqërie në Kosovë. Po, cila është gjendja aktuale e komunitetit rom në Kosovë? Edhe a dallon për shembull gjendja prej komunës në komunë? A keni mujtë me analizu ndoshta ajo? Padyshim, gjendja dallon, qoftë për mirë, qoftë për të keq, qoftë pak më mirë, pak më keq. Po ezojmë për shembull unë kam pas
kohëve të fundit më shumë në vrojtim për shkak punës ku e bojnë një organizatë e cila është Roma Veritas Kosova. Për shembull aty kemi gravituar me disa projekte dhe me disa qytete. Poezojmë në Prizren ka një përfaqësim dhe një natyrë ndryshe sa i përket pranueshmërisë së komuniteteve, shfaqjen e identitetit të tyre, ruajtjen e identitetit të tyre, mundësitë për bashkëpunime, mundësitë për punësim, për edukim, aty ka një gjendje të cilën shpesh mundet me qenë në një horizont tjetër, ndërsa poezojmë për shembull nëse shkojmë në qytete tjera, në Gjakov apo në Plementim, në Obiliq, në Ferizaj, varësisht edhe prej hapësirës edhe mundësisë dallojnë. Për shembull ka vende ku është pak e përfaqësuar komuniteti, edhe sfidat janë më të theksuara, padyshim poezojmë prej një edukimit më cilësor, mundësive për punësim, mundësive për shfaqjen e kulturës, organizimit të kulturës e të tilla. Po cili është roli i organizatës Roma Veritas Kosova në fuqizimin e komunitetit roma? Organizata Roma Veritas Kosova fillimisht ka qenë një program i cili me qëllim ka pas ngritjen e kapaciteteve të studentëve të komuniteteve roma shkalje egjiptian, edhe me këtë ngritjen e kapaciteteve në sferën kryesisht të edukimit, çka ata realisht kanë bërë, ka qenë një program i cili ka ofruar për shembull ndihmë akademike për studentë. Këtu të përfshi bursa, mentorim, tutorim, mundësi për punë praktike, e si të tilla, mas nej prej vitit 2016-17 vetëm mos themelu si një organizat, e cila edhe ka arrit përfshirjen e vet edhe në sferat e tjera, është marrë edhe më shumë mas nej me çështjet të cilën ka të bëjnë me punësimin e pjesëtarëve të komunitetit, regjistrimin e të rinj, domethënë të kthymeve nga vendet e Ballkanit, nga vendet e ndryshme të Evropës pas këtë valës së 2014-s, është marrë me çështje të kulturës dhe projekte të cilat kanë pas sferën kryesisht në kulturë, në ruajtjen e kulturës, në përfaqësinë e komuniteteve përmes kulturës edhe në vende tjera, ka pas projekte të cilat kanë pas më shumë edhe këtë farë idenë e mundësisë barabartë në shoqëri për pjesëtarët e komunitetit roma shkalje dhe egjiptian. Po mundësi barabartë, po për shembull, çush e shihni çet mbështetjen institucionale? Specifikisht për komunitetin në rom, për shembull. Kosova si shtet me gjithë strukturën e saj, është një shtet poezojmë fillimisht padyshim ka raste edhe ku mujmë me thënë që është shembull. Është shembull sepse ka krijuar një strukturë jashtëzakonisht përfshirëse për pjesëtarët e komuniteteve, prej gjitha, domethënë stadeve, prej domethënë përfaqësimit më të lartë që është në parlament, e deri në ato edhe në nivele lokale, dhe kjo padyshim ka treguar që Kosova ka një vullnet, ka një dëshirë për mi përfshi edhe mi integrimi është shumë domethënë interesant si fushë kur merresh me thellu ato, sepse një pjesë e një grupit popullatës kur ka jetu për gjatë këtu nuk është ideja me përfshi ato, sepse ata këtu kanë ardhur, nuk kanë ardhur që edhe 15 ditë, një vjet, po kanë qenë me shekuj këtu për shembull, dhe kjo ideja e integrimit është pak më për mua është pak më e thellë dhe është më në interes me e kuptuar drejt. Edhe kjo integrimit, po integrimi në fushat e ndryshme, dhe nështa edhe që kjo promovimi i mundësive të barabarta, edhe bashkarisht me punu që mi përfshi, ka raste ku ka shumë mundësi edhe punë shumë të mirë që është bo edhe për institucioneve, po në gjendjen të cilët pjesëtarët e komuniteteve dhe përgjithësi si shtet jemi, ka jashtëzakonisht apet në anën tjetër me u bo shumë, me u përmirësuar shumë edhe me punu shumë bashkarisht si shoqëri për me mri që dëshirën se ku po dojmë me e pa vetën, qoftë si shoqëri, po edhe si komunitet. Po du me të pyet kështu për ty personalisht, sa po mendon që ekziston që kjo mundësia e barabartë për gjithë? Në secilën ndërve premiove, po qoftë në punë, qoftë në shoqëri, qoftë në raste edhe më hajde ta çojmë sepse e dim që kemi pas shumë reagime për shembull edhe për ato rastet në autobus që po marrë rast kështu pak më përditshëm, përditshmëri. Qysh e sheti që të shoqërinë tonë? Pra sa jemi gjithë përfshirës? Për mua është shumë e qartë, nëse po më pyet personalisht për mua është shumë e qartë sa është sfiduese kur ti dëshiron mu përfshi shpejt ose kur thjesht për mua ka qenë shumë në shoqënia jonë, grupet tona me pas të qartë pse janë tolerant, pse nuk janë tolerant, pse janë gjithë përfshirës, pse nuk janë gjithë përfshirës. Edhe unë e kam pas shumë qartë prej fëminisë që gjithmonë kemi pas njerëz të mirë dhe njerëz që nuk kemi pas
rom të këqij, rom të mirë, po kime pas njerëz të cilët e përfaqësojnë fillimisht një individ të caktuar. Edhe në këtë botë kuptim, unë kom qenë i vetëdijshëm, padyshim njerëzit kanë qenë të painformuar, shpeshherë edhe mua edhe shumë tjerëve, ndoshta edhe ty, varësisht prej backgroundit që ti e ke përfaqësuar, edhe për dikon ka qenë më e lehtë më të pranu, edhe nuk e ka pas problem, po për dikon ka qenë jashtëzakonisht ma sfiduese me e kuptu, mu informu drejt edhe iluzionet, mendimet e tij kanë qenë ndryshe. Për mu, po mas ne kur ndoshta jemi njoft pak më shumë, këtu ka ndryshu. Këtu ka ndryshu botë kuptimi për mu, për etninë time, për vendin ku vi, jo vetëm këtu, jo vetëm në Kosovë, më përgjithësi ku kam shku, edhe kjo është, për mu, kjo është për shoqëritë si tona, të cilët kanë përjetuar një luftë, nuk e kanë një stabilitet jashtëzakonisht, domethënë, të cilën e kanë trajtuar vetveten si shoqëri, ka tema për ditë një temë e re na hapet, edhe ne jemi gjithmonë në këtë farë tranzicionin e vëndshëm si shoqëri, edhe këtu besoj që ka shumë me e kuptu edhe me edhe një parë përgjigje të cilën është më e përafërt të ajo se çka e përthakon gjithë këtë temë, po mendoj që ka shumë rëndësi edhe ka marrë vetëm pak me sportivitet ka vetë fundit që padyshim unë jam këtu edhe ku mu ballafaqu me sfidat qoftë këtu qoftë ku do tjetër sepse njerëzit e kanë mësuar një botë kuptim për diçka. E kanë forcuar ndoshta edhe një paragjykim, edhe një pjesë të diskriminimit të tyre në këto elemente e jemi ka qenë mi njoftu ndoshta pak më ndryshe, pak më drejt prej perspektivës teme dhe thjesht me e pa një bashkëpunim të cilët na bën jetën më të lehtë, na bën një qasje më të lehtë edhe kemi me pas mundësinë me zhvillu shoqërinë tonë në mënyrë më të mirë të mundshme. Po du me të pyet për bashkëpunimet rajonale. Sa keni bashkëpunime me vende të tjera dhe çush ndihmon që kjo ndoshta me çet përmirësimin e rolit pakicave dhe të pozitës? Për mu, afër ndoshta për 2-3 vitet e fundit, kam qenë më shumë i fokusuar në këto evente të cilet e kam pas për qëllim rjetëzimin e vendeve të Ballkanit, po jo vetëm. Unë kam jetuar për pak në Budapest edhe në qytete tjera, edhe masnej këtu kam pas mundësinë qoftë me i njoftu njerëzit për Kosovën, për sfidat që i kalojmë si shoqëri, po edhe masnej në anën tjetër me i pa çdo mundësi qysh mujna me i kanalizu çdo ide në një formë të cilët me i rrit ne e hapim si thirrje. Po çka ndodh për shembull pas përfundimit të programeve ose trajnimeve të caktuara? A ka ndonjë rrugë kështu më të qartë që drejt punësimit, domethënë roli i juve për shembull si organizat? Punësimi është shumë sferë sfiduese. Edhe kjo për me pas, për me meritë ajo qëllimi final që e kemi, nuk është vetëm një faktor dhe nuk është vetëm na si organizat. Është një tematik që përfshin edhe institucione tjera, edhe mekanizma tjera të cilët edhe janë të thirrur për shkak të detyrave, po edhe në farë forme është një temë të cilën kërkon angazhim prej Agjencisë së Statistikave, prej shumë elementeve të ndryshme. Ne si organizat ashtu jemi edhe pjesë e një lloj task force apo një grupi punues i cili është gjysmë qeveritar dhe gjysmë të organizatave të shoqërisë civile, edhe aty po mundohemi që me bë një farë promovimi, ndërgjegjësimi, mundësive për thirrje të reja që mi përfshi pjesëtarët e komuniteteve në për mundësit. Kjo është thash edhe më herët, neve gjithmonë kemi vende të limituara, edhe ajo që është për shembull çka ka qenë praktike në vitet e kaluara, për shembull, nëse kemi pas një kompani, ne kemi stimulu me gjysmë pagesë prej anës tonë, ndoshta herën tjetër gjysmë pagesë prej kompanisë, nëse ka pas interes kompania, padyshim që një pjesëtar ose edhe vetë pjesëtari i komunitetit ose individi që është përfshin çat program ka tregu shkallësi edhe ka përfituar vendin e punës edhe kështu ka shku domethënë procesi. Thash domethënë nuk është diçka që garantohet, po aty ku i kemi vendet na, aty ku na i kemi programet janë të përfshina me full paket, domethënë prej mundësisë së informimit, bashkë aplikimeve, ndihmesës gjatë ton kohës, monitorimit të tyre, po gjithmonë këto janë për shembull 6, 1 vjet ose 2 vjet maksimum, të cilët projekti jonë ka garantuar. Në anën tjetër u kon pjesë edhe qoftë marrëveshjeve, po që qoftë edhe masnej që qysh kompania apo vetë individi e ka pa të ullës. Po du me të pyet edhe te ky aspekti gjinor. Qysh qëndron që sa janë të inkuadrume, ndoshta me thonë, qoftë në arsim apo dhe
në mundësi për punësim gjinia femrore? Një pyetje shumë e mirë, edhe shtu paka shumë edhe për shkak të profesionit, po edhe për shkak të vërejtimeve të mia për ditën në teren. Do të thotë është një farë subdiskriminimi që ndodh te gratë e komuniteteve roma shkallë egjiptian. Këtu është një subdiskriminim, fillimisht i diskriminohesh pse je me përkatësi etnike rome ose ashkalike ose egjiptiane, mas ne ti diskriminohesh edhe pse je fem, sepse shoqënia janë i ka kriju edhe disa shtu norma shoqërore që ty të shtyn me pa vetë vetën në qësi pozicione. Veç me pa për shembull unë e kam bërë një shkrim në mes të Prizrenit edhe Obeligjit, se sa gra janë të përfshine të komuniteteve roma shkallë egjiptian në institucionet lokale, për shembull në komunë. Edhe prej domethënë detyrave më thjeshta. Çfarë di, ndoshta edhe veç për pastrim. Besomni që asnjëna prej, për shembull në Obeligj, asnjëna prej tyre nuk është. Në Prizren, ndoshta veç 4 ose 5 kanë qenë të punësume, edhe shumica prej aty në komplet në profesion, shumë kështu periferik ose çfarë di, shumë jo në nevojën që do duhej me përmirësu që gjendjen e komuniteteve. Tu e pa qëto, për shembull, llogarit Prizreni trompotohet si një prej qyteteve më me multikulturalizëm, me më perspektivë më ndryshe, edhe në një shembull që për shembull nëse i shkon një qytet me kulturën e vet edhe me këtë, ndoshta në çet pjesë kish pa, ndoshta e kishin mujt me gjetë një grua ose një vajzë të cilën është e gatshme me punu në ofiçari, ose është e gatshme me kry një shërbim komunal, të cilët si çdo individ tjetër që është aty, unë nuk besoj që kretë ata kanë ardhur prej Oxfordit ose Harvardit, po besoj që si një pjesë edhe tash që po edukohet edhe na, për shembull vetëm sfundi kur kemi nxjerr analizat e tona për organizatën dikonimi student i kanë qenë përfitues në programet e tona. Ndoshta nuk janë konkret bursist, po dikush një trajnim, dikush një internship, dikush një mundësi për një vizitë stadi diku me një vend jashtë Kosovës, po një studentë kemi gjetë. Edhe besoj që ta një student ndoshta nuk mundda mi të bëjë krejt në bankën qendrore, mi punësu ose si guvernator, po të paktën ndoshta një punë e cila nuk i kish demotivu ata, ose gjeneratën tjetër që vjen pas tyne, kishin mujt ndoshta me tregu një shembull të mirë, po e them në Prizren, në komunën e Prizrenit. Po çka i çdosh ndoshta me bën në raste të tilla? Edhe realisht pse po ndodh kjo? Për shkak të jo mundësisë apo se s'po di çush është në organizatën e juaj, për shembull, a ka gratë cilat vinë edhe një farë forme kërkojnë ndihmë prej juve për me u fut qoftë në treg punës ose ndonjë trajnim caktuar ose? Padyshim që ka gra, ka padyshim që për shembull ne kur i nisim projektet, ka për shembull kemi pas gra që kanë pas shumë interesum me qenë në këto përpunimin e tekstilit, në dizajn. Ka pas shumë gra që kanë qenë shumë të interesume me punu në pasticeri, ka pas shumë gra në këto padikyret e senet, edhe ne kemi ndihmu, për ata për shembull që kemi pas mundësinë me informu, me bashkë apliku në për grande, kanë sukseseve, sot janë storjet suksesit, po për ata të cilët ka pas raste ku na kena derisa është pagu prej neve, kompania e ka marrë. Po mundësin kur masani nuk kemi pas mundësin për me ndihmu ose me pagu mo, kompania ka po shiko se tani po kemi probleme, jo kaloj sezona, edhe është pa një farë ngërçi që prap që kjo nuk është mujt me nashta u zbut pak, po nuk është mujt plotësisht me u thy. Ka raste shumë të mira të cilët i kanë marrë dhe kanë thënë, a keni ende me na pru njerëz? Për shembull ka pas e di që ka qenë te na në Zyre dikush prej Besa Siguriti, edhe kur u hap për shembull Prishtina e Madh, domethënë kanë hap thirrje për një numër shumë të madh. Për shembull gratë të cilët nuk kanë pas detyrë tjetër veç me përcjell për një market ose çapo di, çka ka mujt me qenë aty një lokal, edhe ka pas raste shumë të mira të suksesit. Po prap nevoja është shumë e madhe, edhe mas ne na kemi punu shumë me student, kemi investuar shumë në student. Kemi investuar studentë të cilët kanë studiuar në mjekësi, kanë studiuar në drejtësi, kanë studiuar në inxhinieri, edhe profesionet infermieri shumë. Edhe për shembull, këtu është pak sfidimi jo vetëm për shkak me kryeni detyrë, edhe me bëni tik, po është një problematike më e madhe, të cilët masani na i prek edhe rastet e tjera. Për shembull, një gjenerat të cilën ka me tash është edhe periudha e maturantëve, për shembull. Nëse ai e sheh para prak që fatlumi edhe kur ka diplomu,
nuk pas ka mujt me e gjetë punë, është më e vështirë me e bind dikon që mi thonë, adin krye dhe ti shkollimin sepse gjithë nëse po na thonë, që Romët s'edukohen, Romët nuk kryejnë fakultet, nuk bëjnë këto, nuk bëjnë këto, edhe po rritën këto stereotipet ose paragjykimet mbi ta. Politikave kanë qenë më shumë diskurs. Domethënë është bën një panel prej çapo di diskutim tryeze rumbullak nga Ministria për Kacë ose institucioni për Kacë, edhe ata e kanë pa çfarë ditë të rëndësishme me fol për komunitetin ose për një problem që e prek komunitetin, edhe mas nej nuk e ka pas një farë ide të cilën çdo problemet krijojnë një angazhim mas sistematik. Edhe këtu nuk duhemi me pas vetëm çfarë elementin vetëm diskurs, po duhemi me pas edhe pak makauz, të cilën ti, si institucion, si organizatë, si çka do qofsh, i ke thonë vete që i thirrëm për këtë farë ideje, për këtë farë qëndrimi, ti do duhesh sistematikisht me e pa në përditshmërinë tonë dhe mu angazhu për me rregullu. Politika neve kemi jashtëzakonisht shumë të mira, domethënë Kosova është prej pak vendeve në rajon që ka strategjinë e implementimit për përfshirjen e komuniteteve. Ka planet veprimit në secilën komunë. Ka masne nën projekte, nën programe të cilat janë të shkruara aq shumë bukur, edhe janë të plasuara shumë mirë, po masne po ngecin pak në implementimin e tyre, edhe kështu që po vazhdojnë ndoshta edhe në gjendjet, po padyshim nuk është që jam i thtar të qenurit pesimist që kur gjë mirë nuk po bëhet, padyshim ka edhe gjëra të mira që po bëhen, po problematikat janë shumë të theksuara, nevojat janë shumë të mëdha, edhe nuk e kemi shumë luksin me gravitu me lujtje fjallës që po është mirë, po prapë masa nuk është mirë. Po, fatlëm për fund, cili do të ishte qaj mesazhi për komunitetin në Rom Ashkali dhe Egjiptian Kosovë? Në farë forme si shtys që kishem ja u dhonë? Në është me pa vetën të barabartë, me mësu mentalitetin, mendjen tonë me pa të barabartë, me hek atë frikën që nuk funksionon kur gjë prej neve. Domethënë, përderisa nuk ballafaqohemi, përderisa nuk sfidohemi me ato që po dojmë me e bo, na nuk e dim. Edhe ideja që nëse ti nisesh me startin që jo, nuk po bon, nuk funksionon, mu nuk kom ec, mu nuk kom bon, këtu është fillimisht është një problematik shumë e madhe, sepse unë nuk e di qa brenda teje, qysh ndihesh ti edhe qysh mendosh. Këto është shumë mas mirë ti, se cili individ me e pas për vetë, me thonë që po, unë e ku me e provu, rrugës ka me gjetë dikon. Unë jam i prinun me besu që nëse ti e kini qëllim, edhe donë me mri diçka, ti pa dyshim që ki me gjetë rrugës. Edhe sa ma shumë që flet me njerëz, sa ma shumë diskutojnë me njerëz, ti ki me pas mundësin me gjetë kontaktin tonë. Edhe aty ti e shem asne edhe ballafaqohesh realisht. Edhe kur ballafaqohesh realisht, mastaj ka mekanizma tjera, ka institucione që janë thirrur, mastaj bashkarisht me ata duhemi mi ftu, duhemi mi thirr, edhe si mesazh është një për mos mu ndërzu secili vend, edhe Gjermania, edhe Zvicra, edhe vendet me perspektivë në botë kanë pas sfida. Unë e kuptoj që nuk kur është në pyetje jeta jote, vetvetja është normal dhimbta më e madhe, por nuk kemi zgjidhje tjetër edhe gjanat nuk po kryhen, kështu që vetë duhemi pak a shumë me i thonë vetvetes që më zgju, edhe që shtojnë të na, domethënë ai fëmiu pa çajt, nëna vetë nuk e merr me rahatu. Kështu që në qatë formë edhe na duhemi pak a shumë nëse po mbyll vetëm për pjesëtarët e komuniteteve, çto duhemi me bë. Duhemi me bë dhe nuk duhemi me afal kohës në momentin dytë ose në diçka tjetër, po të preq aty momentit kur ti menon dosh sa më shpejt me arrit. Atëherë Fatlum, faleminderit shumë që ishe sot me neve. Faleminderit edhe ty shumë për mundësinë. Shikues dashur, këtu po ndahemi për të ritakuar emisionin e ardhshëm. Mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.